Për ish basketbolistin dhe trajnerin kampion të Vllaznisë Bledar Gjeçaj, i cili sot trajnon në kampionatin kosovar skuadrën Bashkimit Prizrenit, dy ekipet e Vllaznisë së basketbollit meshkuj dhe femra mbyllën një sezon pozitiv, por për të patur rezultate më të mira, ai është i mendimit se vëmendja duhet të jetë më shumë tek elementi vendas dhe jo i huaj. Kanë pas një paraqitje të mirë, ekipet e Vllaznisë, si femra si meshkuj, duke pas parasysh gjithmonë atë që është thënë akili për çdo ekip anën financiar. Duhet të theksu që janë në ekipet ndoshta më të dobta financiarisht, që kanë pak të mbështetje, duhet më mbështet më shumë, sepse sot lush sport vetë fakti që në ekipin e Vllaznisë ka shumë pak elementa vendor, shkodrojnë për shembull, bazohen kryesisht në lojtarët e huaj, cila është kjo pjesë duhet riparohet, sepse ekipi duhet të krijojë një bazë me lojtarë vendor. Te ekipi femrave është, po mungojnë financimet për lojtarët huaj, sepse nëse ekipi femrave do të kishte pas lojtarët huaj, do të kishin pas rezultat tjetër, pa dyshim, sepse ato losin me Tiranën, me Partizanin, me Vlorën, cilët kanë 6-7 huaja. Ato losin vetë vendore. Kurse e kundërta në të Vllaznia, ku kanë lojtarët huaj, por mungojnë elementi vendas. Duhet me punu më shumë, për arsye sepse Vllaznia duhet me kriju një bazë lojtarë vendor, pastaj të mendohet aty ku janë problemet, playmaker apo në qendër apo në pozitat 2-3, duhet marrën studion më mirë, marrën lojtarë. Nga Shpar Tekniku Eni Llazani ka nisur një projekt me elementin e ri të Akademisë së Basketbollit Vllaznia, gjë të cilën Gjeçaj e vlerëson, por sipas tij duhet më tepër. Këto janë mënyrësat viteve të kaluara, cilat aktualisht po punohen, me thënë drejtën, kanë vore edhe këto ditë nuk ka pushu stërvitja, po të vish mas dite i gjenë këtë elementin e ri, ku trajnerët e shoqatës janë afër tyne, punojnë, por duhet kohë, do në kohën e vetë. Të janë lojtarë shumë të janë, 16-17, dojnë kohën e vetë për më bëjë si sportista, po problem tjetër është sepse masi të bëjnë sportista, a jena të zëtë në MMA? Nuk jena të zëtë në MMA, është shumë problem. Prandaj thëmë, nëse zgjidhet problemin financiar të Vllaznia, unë vetë jam detyruar për me shku dikun tjetër, për me shku, sepse këtë e kena punë, e kena profesion. Prej 2 vitesh Gjeçaj kalon Shkodrën duke trajnuar në kampionatin kosovar pranë Bashkimit Prizrenit, ku thotë se po kalon një përvojë pozitive, ai si trajner dhe djali i tij vetoni si basketbollist. Këtë ndryshe nga këtu, domethënë gjë është profesioniste. Si vjet pat me rezultate shumë të mira në Eurocup, ku kualifikuam në grupe.